Unë duhet përullë me ndërim para jush për veprën tuaj. Me ndërimin më të thellë dhe të shprehbindjen se këto që kaluam ne na kanë farktuar ne për një betejë tret fuqishme për të përmbysur ramadurën e Europës. Ne vim sot në këtë kuvend si forcë politike që përmbushëm një nga detyrimet tona më kryesore, mbrojtja e votës. Në betejën tonë jemi përballë jo vetëm me mafjen më të rrezikshme të Europë, qeverinë mafiot më të rrezikshme në Europë, por jemi përballë me mediat e saj të kontrolluara prej saj, të cilat 24 orë mbi 24 orë, një lloj si në diktaturat totalitare, armikun e brendshëm demonizojnë opozitën.